Vlera e arit është rritur me mbi 600% gjatë 20 viteve të fundit, duke e bërë atë njën nga investimet më të suksesshme gjatë kësaj periudhe. Një investim për 20.000 eurosh në vitin 2005 do të vlente sot rreth 124.000 euro. Disa nga faktorët kryesor që kanë ndikuar në rritjen e çmimit të arit gjatë 20 viteve të fundit: kriza ekonomike dhe financiare. Gjatë krizës financiare globale të vitit 2008 dhe pandemisë COVID-19 në vitin 2020, investitorët kërkuan siguri dhe ari është një aset i sigurt. Në kohë pa sigurie, kërkesa për ari rritet, çka rrit edhe çmimin e tij. Inflacioni dhe rënja e fuqisë blerëse. Kur inflacioni rritet, vlera reale e parave bie. Investitorët blejnë ari për të ruajtur vlerën e pasurisë së tyre. Bankat qendrore që shtypin më shumë para si gjatë pandemisë, rrisin frikën për inflacion dhe kjo rrit kërkesën për ari. Pasiguria gjeopolitike, luftrat, tensionet ndërkombëtare, si konflikti në Ukrainë apo tensionet shërbiakin, krijojnë pasiguri. Investitorët kërkojnë strehim të sigurt dhe ari është zgjedhja tradicionale. Përdorimi në industri dhe teknologji. Ari përdoret në elektronik, pajisje mjekësore dhe teknologji moderne. Rritja e kërkesës industriale ka kontribuar në mbajtjen e çmimeve të larta. Ekspertët parashikojnë një rritje të mëtejme të çmimit të arit, me disa që sugjerojnë se deri në fund të vitit 2025 çmimi mund të arrijë $3.300 dhe deri në vitin 2030 mund të shkojë deri në $7.000 për 28.3 gram. Kjo e bën arin një investim tërheqës për ata që kërkojnë stabilitet dhe rritje të vlerës së pasurisë së tyre në afat të gjatë. Shumë vende kanë rritur ndjeshëm rezervat e tyre të arit gjatë viteve të fundit, duke reflektuar një strategji të qartë për të diversifikuar rezervat valutore dhe për të siguruar stabilitet financiar në një periudhë pa sigurie globale. Disa nga vendet që kanë shtuar më shumë interes për arin: India, Polonia, Turqia, Kina dhe Rusia janë ndër vendet që kanë investuar më shumë në ari gjatë viteve të fundit, sidomos nga bankat e tyre qendrore.